Pse duket sikur shtetit nuk i duket pasuri kombëtare? Pse duket sikur tregut nuk i duket pasuri kombëtare? Se ka parasysh këtu që kursi i këmbimit valutor, përveç pjesës së një misteri të llatarshëm që më në fund e zbuluam, që ishin paratë e kokainës të hedhura bashkë me paratë e korrupsionit të bëra bashkë që kanë krijuar aq shumë valutë euro sa e kanë vlerësuar plotësisht në raport me lekun, asnjë nuk duket se e ka këtë këndvështrim tuaj. Atëherë, pa çdo sa ka bën këmbimi i euros, pa çdo ka bën dhe mungesa vëmendjes së institucioneve kundrejt jo vetëm kundrejt me fjalë kundrejt sektorit tonë, sepse ne kemi qenë ato që kemi ngritur zërin më fort, por kundrejt gjithë prodhuesve, po të shofish edhe në bujqësi, po të shofish edhe në sektor të tjerë, vërejmë që në tregun tonë nuk kemi më produkte shqiptare. Po të shkosh me bë një pazar, po themi në fruta perime, ti shef që patatet të vinë nga Egjipti, karrotat nga Greqia. Nuk flasim për produkte, nuk flasim për Rolex, flasim për gjëra bazike, cilat në Shqipëri i prodhote deri para pak vitesh dhe ishte pjesë e tregut. E njëjta gjë ndodhi me sektorin e manufakturës. Në një kohë që ne ishim, themi, kishim marrë një pjesë të tregut në rajon, ne po shohim që ato markat prestigjioze, ato markat kompanitë shumë të mëdha që kishin 35 vjet në Shqipëri, po shohim që po ikin për rritjen e koste, po ikin për klimën e biznesit, po ikin sepse Shqipëria nuk është më atraktive. Me një fjalë, ashtu siç erdhën në vite, atëherë efekt domino, po si për efekt domino edhe po ikin. Sepse nëse po themi nga një televizion i rëndësishëm, ik një gazetar i rëndësishëm, po themi si Flavio, edhe të tjerë pastaj do ndiqin në rrugën e tij dhe po njëjta gjë po ndodh edhe me sektorin tonë. Kështu që ne po zhvlerësojmë dita ditës, duke mos pas mundësinë as të zhvillohemi, pas të bëjmë atë transformimin nga fason, nga material porositet në cikël të plot. Po pse ndodh që nuk ka një interes për para tuaja nga ana e shtetit? Se ju jeni një zë i rëndësishëm, mbani doganat në qarkullim, mbani tatimet aktive. Pse duket sikur nuk plas për këto? Ne jemi përdorur gjithmonë si një amortizator social. Dhe po të vësh re, po të kthehemi pak vite përpara, në periudhën e pandemisë, i vetmi sektor që u la i lirë të punonte, ju la mundësia që të punonte, ishte sektori fason. Fjalë në pandemi punuan mediat, themi policia, ushtria dhe shpërndarësit e drogës. Mira, është sektor tjetër që s'ka lidhje me ne. Po ata që u lejon të punonin, as me mediat s'ka lidhje, po normal. Shifrat tregojnë këtë humor që po bën, sepse veç në pak javë përpara me 2 goditje u sekuestruan 300 milion euro cash dhe 1,5 miliard asete. Do të thotë që po ta krahasosh me GDP-n, është një shifër mbaramendse. Po sigur themi organet e drejtësisë të bëjnë goditje të tjera, ku do shkojmë ne? Është e frikshme. Ndërkohë, me që jemi të gjërat e frikshme, ju keni vite që i bini këmbanës alarmit për një fund të tmerrshëm të sektorit fason. A mos do ishte më mirë një fund i tillë se sa ky tmerri pafund që vazhdon dhe bie me një pjesë e bizneseve kanë filluar me fjalë ta implementojnë. Ta implementojnë patjetër, sepse shumë biznese po them që i po mbyllen. Dhe ato pavarësisht eksperiencës dhe gjithashtu know-how që kanë akumuluar për 30 vite, ato në fundit kanë një problem më pak se me datë 10 apo me datë 15 nuk kanë për të paguar pagat. Kështu që nga një anë ata janë më rahat, por ajo çfarë rëndon mi ekonominë dhe mi qytetarin është që mungon një pagë në shtëpi. Një pagë e cila për shumë vite kishte qenë vendimtare në ekonominë familjare. Kështu që do vazhdoj të reduktohet, kur them që për 3 vite jemi me 50%. Pas 3 vitesh? Po, jo mas 3 vitesh, unë po të marrë muaj ngusht, në fujt muaj të ngusht, që do jenë edhe periudha që merren pushimet, do kemi prapë reduktime të sektorit të manufakturës. Mos them që nëse vazhdon kjo situatë geopolitike dhe kjo situatë ekonomike e brendshme, unë mendoj që në fund të vitit, në dhjetor do kemi surpriza.